Edhe këtë të martë nuk u zhvillua seanca paraprake për kalimin ose jo në gjyq të dosjes Meta Kryemadhi, shkaku bë mungesa e avokatit të Kryemadhit, i cili u vu në arrest shtëpie, por pas pak orësh u lirua, ndërsa gjyqtarja Gjoka vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit për Ilir Metën. Kjo solli edhe reagimin e avokatit të Metës, i cili e quan gjyqtarin Gjoka të kapur dhe të presionuar nga prokurorët. Që organi procedurës, edhe pse hetimet kanë përfunduar, ata vazhdojnë akoma të kryejnë hetime. Kjo është shumë e rrezikshme, nëse mbyllen, përfundojnë hetimet, organi procedurës përfundon aty aktivitetin e tij hetimor. Një tjetër arsye ishte edhe fakti se prokurorët e SPAK njoftuan për një provë të re, një letër porosi e ardhur nga SBA me pagesa për çështjen e lobimit. Avokati Cakrani quajti veprimet e SPAK pas përfundimit të hetimeve si të palishme. Unë kam qenë aty prezent dhe kam dashur që seanca gjyqësore të vazhdojë. Ne do vazhdojmë betejën për largimin urgjent të kësaj gjyqtare. Në qoftë se dosja hetimore duhet ishte mbyllur në 27 korrik, prokuroria vazhdon heton, thret dëshmitar, merr letër porosi, pra do të thotë që hetimi për zotin Meta, Monika Kryemadhi, maman Dime Fatime Kryemadhi dhe të tjerë nuk pas ka mbaruar, por vazhdon. Vet Ilir Meta në një postimi quajti gënjeshtër të SPAK lajmin se ka gjetur një tjetër provë. Meta thotë se asnjë letër porosi as nuk ka ardhur dhe as mund të vijë, që provon shkeljen e ligjeve shqiptare, amerikane apo ndërkombëtare. Seanca paraprake për Metën dhe Kryemadhin, të akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie, do të mbahet më 11 nëntor.